Në dy pista po heton policia e Shkodrës lidhur me vrasjen e 55 vjeçares Bardhe Ziçi, e cila u ekzekutua me armë gjahu nga bashkëshorti i saj Shtjefën Ziçi. E para është konflikti pasi gruaja donte të shkonte në Kanada tek Ibiri, ndërsa pista e dytë është ajo e xhelozisë. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentet para krimit. Sipas hetimeve, 64 vjeçari ka kërkuar bashkëshortes telefonin celular, çka ka sjellë edhe një debat mes tyre. Pak qaste më vonë ai është futur në banesë, ka marrë çiften që e posedonte me leje dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të gruas, duke e lënë të vdekur në vend. Autori dyshuar nuk është marrë ende në pyetje në mënyrë të plotë për shkak të gjendjes së tij psikologjike. Ndërkohë mbrojtja vjen të pretendojë se ngjarja ka qenë aksidentale. Sipas avokatëve, 64 vjeçari kishte marrë armën për ta pastruar dhe nuk ishte në dieni se ajo ishte mbushur me fishek. Ata pretendojnë se arma ishte mbushur disa ditë më parë nga bashkëshortja pa dijenin e tij. Megjithatë, hetuesit nuk e mbështesin këtë version. Nisur nga provat e administruara deri më tani, përfshirë pamjet filmike dhe dëshmitë e mbledhura, policia i mbetet versionit të saj. Burime nga hetimi bëjnë me dije se menjëherë pas arrestimit, i dyshuari ka shprehur se nuk ishte penduar për atë që kishte ndodhur. Këto deklarime nuk konsiderohen dëshmi zyrtare, pasi nuk janë dhënë gjatë marrjes në pyetje. Ngjarja e rënë ndodhi mesditën e 9 korrikut në unazën lindore të Shkodrës. Pas debatit në dyqanin ushqimor që administronin pranë banesës, 64 vjeçari dyshohet se e mori armën e gjallë dhe qëlloi ndaj bashkëshortes në pragun e shtëpisë. Sipas hetimeve, 55 vjeçaria tentoi të largohej për të shpëtuar sulmit, por nuk arriti t'ju mbijetoj plagëve të marra. Çifti ishte prindi 2 fëmijëve. Djali jeton në Kanada, ndërsa vajza është oficere në repartin ushtarak të VAUTD-s. Të afërm dhe banorë të zonës si përshkruajnë si njerëz të qetë, pa konflikte të njohura më parë, ndërsa vrasja ka tronditur opinionin publik. Autori dyshuar punonte si taksist me makinën e tij private, ndërsa bënte edhe furnizimin për dyqanin ushqimor ku shiste bashkëshortja e tij.